Për mos mos zbut turshia duhet të pastrojmë pa ja vjek bishtin. Po, turshia tonë qysh thash nuk ju qes as venebron as konzervas. E turshia qëndron edhe pa venebron edhe pa konzervas, qofse mshel në mënyrë hermetike, kesh deri 95 gradë. Thojmë pse turshijat e tua më të mira, edhe asnjë recetë nuk e mshefën prej njëna tetrës. Thojnë si ti po i bojmë pa aromën nuk me kanë si tonë. Kallëzoj ke vjerra jeme dhe nona jem, që atëherë ja kanë vendos në sasi të lyenit turshijave për mi, se kanë shumë xet, edhe kanë vendosur në përkaca, edhe ja kanë qit në sasi të lyenit. Përshëndetje, unë jam Gjylie Statovci, jam nga fshati Botlov, komuna e Podojevës, jam fermere prej vitit 2012. Ne merrem me kultivimin e pemëve të perimeve. Vitin 2012 kemi filluar me 13 serë, ato kemi pas të mbjellur pemë perime. Pas një viti kemi mbjellur edhe 1 hektar e 15 arra. Në atë vit kemi mbjellur edhe 2 hektar mjedër dhe kemi filluar me punë vit pas vitit të kultivue, të përpunue. Gjithherë i kem pas fëmijën e mi punëtor edhe burrin, dhe kur kemi pas 2 hektar mjedër, kemi marrë edhe 15 punëtor sezonal, se kam puna jashtëzakonisht e madhe për vjeljen e mjedrës. Pasi ra çmimi i mjedrës, 2 hektar mjedër e hjekëm, që 3 vite kemi 13 mjedër, 40 speca edhe 1 hektar e 15 arra. To i punojmë vet. Burri, unë, fëmia. Qysh fillojmë prej mbjelljes së farës. Vetë mbjellëm rasadin, vetë kultivojmë, vetë përpunojmë, vetë konzervojmë. Njëherë filloj me shitjen e frest, specit, pastaj filloj me përpunimin, konzervimin, i bojmë turshite ndryshme, bojmë ajvar, bojmë leqel mjedre, bojmë sok mjedre, gjitha i bojmë me porosi. Po spaku dje, kom pas 20 porosi. 20 porosi dje i kom krye edhe i kom qua. Po fal Zotit edhe fal fëmijëve si më ndihmojnë e burrit, kryem porosin çdo herë, po ne i radhitur aren. Sipas qysh ti porosit turshit, ja shkruaj me emrin, sa kavanoza i porosit, me ujë, sa me djath, sa me lakën, sa me vaj, gjitha llojet që i porosit, me ren. Tonat ja bojmë turshia, që mbrami porositin ja. Thash, deri në të martën nuk e ki radhën me i marrë turshia, thash se qysh e kanë me radhë. Thash, ashtu na ja vdojmë. Nuk ka të na me të njofshëm e pa të njofshëm. Se familjare kom pas, po i thash nuk mundem, thash ma herët, thash se jënë tjertë për para, tha, okej, tha veç bëmi turshia. Kom shumë fjalë të mira, po fjala me e mirë është që kur edhe shoqet që dalëm panaer, antarët e shoqatës, se kam edhe shoqatën i rafrojit të Batlov, jem 40 antarë këtë të fshatit Batlov. Kur i dalëm panaer, thojmë pse turshijat e tua më të mira, edhe asnjë recetë nuk e mshefën prej njëna tetrës. Thojnë si ti po i bojmë pa aromën nuk me kanë si tonën. Thom edhe t'juve të shumë të mira, se çdo herë kur dalëm panaer, ushqimin ndoshta e kem adën për krahët prej komuna, prej ministrie, por edhe kur nuk e kem, na marrëm vet, marrëm turshia, marrëm ajvar, bukën e blena dhe ulëm ham të gjitha shoqet bashkë atë në panaer, edhe thojnë ti të tërse mos na bir veç turshia bena. E fjala më e mirë e jam jashtë edhe forca më e madhe kur më thojnë shoqet turshijat e tua janë më të mira. Po ne fillojmë as pari nuk speca. E bijmë këtu, i qesëm, i pastrojmë, pasi ti pastrojmë ja vjekum bishtat, se pa i pastru nuk ja vjekum, se kur t'ju hin ujtën mrena, ajo turshit çdo herë më zbut. Edhe i qesëm në kac. I lojmë, i kena me recetë për shembull, i kena 300 speca, i qesëm në kac, edhe i lojna 24 orë. Ato ja qesëm ufllën 9%, krypën, shiçi. Kur janë me vaj edhe vajin, edhe i lëm 24 orë. Pas 24 orë i kthejmë nëpër llovora dhe filloj me konzervimin e turshive nëpër kavanoza, ato ju hedhëm majdanoz, ju hedhëm karrota, hudër, sipas dëshirës qysh i porositin. Dikush i do pa hudër, dikush e don specin e vajt veç spec të vajt me majdanoz edhe me hudër. Karrot nuk don. Dikush thot jo që të më edhe karrot, qysh të porosit, se unë që ata bëj me porosia. Filloj me pastrimin e specave. Për mos mos zbut turshia, duhet t'i pastrojmë pa ja vjek bishtin, sepse mos të hën ujë brenda. Unë i pastroj, tana ja vjek bishtin turshijave. Tash filloj me hjekjen e bishtit farave. Pasi i kemi pastruar turshit, i kemi vendos në kac, ka nejt 24 orë, pas një 24 orëve e marrin këtë formën, që na mujna lirisht me i palue, për mos më na kthyë speci. Sepse kur të thehet ai bëhet lënt, anaj, e për ata i lojmë 24 orë në kac. Tash filloj me radhitjen. Po, këtu i kemi qitë vaj, ufull, sheqer, kryp, që i kena lënë 24 orë.
që këta janë që i ka nejtë 24 orë, tash i vendosëm kavanos. Dhe 21 ditë. 21 ditë është edhe në mënyrën ma profesionale që me nejtë turshia me morat se për shkak tuflës. Për shkak tuflës e ufla që ndron 21 ditë në turshi. Pas 21 ditë jetë veç aromë në turshi. Kom pas një rast kur më kanë thonë sa speca i nxen një kavanos. Ka një befasi e madhe për mua se unë asnjëherë nuk i nxehi. Unë e mushi kavanozën sa nxe speca. Për që ata ma që ju tregova i lëm 24 orë sepse e ndrydh që të spesti kë nuk thejhet që e mush kavanozën po kë nuk thejhet se është i gatshëm i pregaditën për turshi. Veçanërisht e bëj një sasi tjetër se organizoj vetë, jam organizatore panajireve, edhe organizojnë shoqata tjera që janë këtu në Podujeve, në Prishtinë, organizojnë panajire, naftojnë, ato i bëj veçanërisht për panajire, ato i la të veçanta. Ato me porosia i bëj sipas porosie, çështi porositë. 24 orë na. Se për shkak të e merr specin i zbutje edhe palohen më mirë në për kavanoza. Pasi të qesëm në kavanoza, na e pshelim edhe në mënyrë hermetikisht. 95 gradë kemi pasterizatorin, i vendosëm atë, vlojnë edhe i hjekëm. Pas mbylljes hermetikisht, 2 vite është e garantuar kjo turshi. Vetë që kom provuar turshin teme, 2 vite është e garantuar pa e hap. Pas hapjes në frigorifer e mbaj. Vetë që kom klasifikuj, kom provu turshia që sa me qëndrue pa e hap që atë pasit mshilet mënyrë hermetikisht. Po, ajo dallën, ato vendosën, na kena mësu trajnim 20 ditë për me mshil që ta në mënyrë hermetikisht. Se na, si pas traditës, që ka mshil nona jem, që ka mshil vjera jem, i kena mshil na gjithë. Po, edhe atëherë ka një rujtje, kallëzeke vjera jem edhe nona jem, që atëherë ja kanë vendos një sasi të lyenit turshiava për mi, se kanë shumë edhe i kanë vendosur në përkaca edhe ja kanë qitë një sasi të lyenit për me ruajt turshin. Na kemi mësuar 20 ditë trajnime për qysh me ruajt turshin në mënyrë ma moderne, në mënyrë ma të sigurt. Se i vendosëm që ku kem pasterizatorin, i vendosëm atë. E mushëm ujë, i vendosëm, unë e kam pasterizatorin me nxen 30 tegla, aja tje është, atë edhe i qes 30 tegla, vloj 95 gradë, kur shko 95 gradë, më shil nalet vetaj. Nalet vet edhe veç shkoj e hapi dhe e lojna muftuf i nxirrëm. I vendosëm tirat, turshijat specat me ujë, me vaj, përzijeme, me lakën, deri në 2 vite kur mshilen në mënyrë hermetikisht. Ndërsa tjerat, ajvari, reçeli mjedrës, pestili, reçeli kumllës, deri në 4 vite që ndrojnë kur mshilen në mënyrë hermetikisht. Por pa e hap asnjëherë. Çtu i maj, çtu i radhit i ren, kur te përfundoj i radhit i ren këtu, edhe çtu i maj, as nuk i qesën frigorifer, as kërkon, 4 vite unë i garantoj që nuk e gjan kur gjo. As pestilin, as reçelin, as ajvarin, as reçelin e mjedrës, as të kumllës, derisa të hapet. Pas hapjes në frigorifer. Unë vetë e kom pa deri në 2 javë det, mu nuk më prishet as ajvari, as pestili edhe në frigorifer. Po 2 javë det një kavanoz çdo familje besoj që e hanë mas hapjes. Veçanërisht unë këtu në punëtori, kur punoj edhe verës edhe
unë e kam shumë fllad. Se është izolume me siropoll, edhe është fllad. Po, unë i kisha porositë të gjitha gratë që janë në shtëpi, i kisha lutë që mos të rrinë, veç me punë të shtëpisë, po le të fillojnë një biznes, a me ushqime tradicionale, a me turshia, a me ëmbëlsira, ku të shohin veten që e kanë ma hobi qatë punë, le të merren, se unë këto kom pas hobi, qysh jam kanë e vogël, e kom pas hobi, gjithë kom pas qef, në turshia, në reçelna, nona jam bëjke pekmez, i kanë thonë, dardhës. Kanë një mënyrë jashtëzakonisht e ranë me bo pekmezin. Se kanë marrë dardhën, e kanë qirue, e kanë zije, pa zirje, se kanë kullu që shumë kanë codillat e djathit këtë nëherë, edhe kanë qitën to, me grunë e migjes teme, edhe me të hëllus e në rëdhshin. Pasi e kullojshin ata, ja qitëshin shiqerin, e vlojshin. Ata u bëjke si mjalt. Unë e kom pas gjithë qef, gjithë e kom pas hobi këta, se unë e mirëna edhe me shoqat, organizoj panaire, organizoj trajnime, ku t'na përkrahin. Po, turshia tune, qysh thash, nuk ju qes as venebron, as konzervas, se shumë e përdorin edhe venebronin e konzervasin për rujtje, po ato e përdorin se për shkak që nuk kanë pasteurizator me mshel në mënyrë hermetikisht. E turshia qëndron edhe pa venebron edhe pa konzervas, që është se mshel në mënyrë hermetikisht dhe 95 gradë. Kur e mbyll 95 gradë, aja qëndron edhe pa venebron edhe pa konzervas. E kisha lutë të gjitha gratë që le ta provoj një herë, e le të shohin se qëndron turshia, edhe pa venebron, edhe pa konzervas.